Xabi Alonso për mendimin tim është jashtëzakonshëm. Është një trajner me cilësi shumë të mira në gjykimin tim. Testin e dytë doja të shihja pa durin të Alonso, kushdo që të jetë. Një skuadër tjetër. Liverpooli iku, po Liverpooli mbetet Reali ose X Bayerni, tjetër. ose Bayerni. Ose Bayern. Testin e dytë skuadrat. Ky është ambient shumë miqësor për Alonso, ë? Po, Mourinho apo Bundesliga? Bundesliga, Leverkusen. Po, e vërtetë. Ambient shumë miqësor, më pak turistni se sa këto klubet elitare, padyshim. Absolutisht. I lën Chelsea më shumë se sa çdo i kishte tek në çdo skuadër tjetër. Edhe në Dortmund do kishte më shumë presion nga përshtypjen apo jo? Pa diskutim. Leverkusen Tesi vërtet do jetë etapa e dytë e karrierës ti. Megjithatë me atë që bëri vjet Ledio, më shumë par vjet. Okej, vjet ishte kryevepra e tij, po mori një ekip në vendet e fundit të kampionatit gjerman. Kur larguan Seoan në javën e 8 të dy viteve më përpara. E çoi në një ekip në kremën e tabelës, në vendet e para të tabelës. Aty u duk që Alonso kishte brum edhe u dukte se çfarë trajneri ishte. Kurse vjet theu rekordin e gjithë historisë kampionatit gjerman, nuk ka ndodhur kurrë edhe as Bayerni më i mirë i gjitha kohërave. Me 6 Champions League, me Beckenbauer, me Rummenigge, me çdo lloj brezi, nuk ka arritur dot bëri atë që bëri Alonso ditën e kaluar, kështu që fitoi titullin e parë në histori për klubin, mori dhe kupën, pra bëri treble, treble mund shkon, se double shkoi, po e mundi Atalanta.